Nëse dikush do t'ju kërkonte telefonin tuaj për një ditë, ndoshta do të refuzonit, por pse jemi kaq të gatshëm t'ja japim të dhënat inteligjencës artificiale? Në përditshmërinë tonë, inteligjencën artificiale e përdorim për të shkruar, për të përkthyer, për punë, për shkollë, për fotografi, madje edhe për shumë pyetje personale. Por çfarë ndodh kur ngarkojmë një fotografi, një CV, një dokument, ku shkojnë ato të dhëna, kush i sheh, sa mbrohet privatësia jonë? Për këto çështje rreth privatësisë në epokën e inteligjencës artificiale, do të flasim në këtë episod të podcastit 5 pyetje me krenares Gojeva Dermakun, komisionere për informim dhe privatësi në Kosovë. Përshëndetje, mirë se ardha zonja Dermaku. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, sa e rrezikuar është privatësia e qytetarëve sot në epokën e inteligjencës artificiale, kur shumë prej nesh japim shumë informacione dhe dhëna personale? Do të ndërlidhesha fillimisht me atë që ne jemi me fat që jetojmë epokën e këtij zhvillimi digital, sepse jeta jonë bëhet gjithherë më e lehtë. Por neve çka na duhet të dimë se kujt dhe ku po i çojmë të dhënat tona, sepse rreziku fillon aty. Jo pse ne e përdorim inteligjencën artificiale, por si e përdorim ne inteligjencën artificiale. Inteligjenca artificiale është një mekanizëm që na ndihmon për t'u informuar, por jo për t'i shërbyer të dhënat tona ose për t'i ofruar të dhënat tona tek ta. Tani, se çfarë niveli është Kosova, normalisht që ne si Agjenci për Informim e Privatësi kemi bërë së fundmi një lancim të një raporti vlerësues se ku gjendet Kosova në raport me inteligjencën artificiale, në raport me mbrojtjen e të dhënave personale. Vetë akti i EU-s për rregullimin e inteligjencës artificiale është një akt që nuk po gjen zbatim shumë të lehtë as në vendet më të zhvilluara evropiane. Ajo çka ne po bëjmë është ta kemi këtë vlerësim dhe të dimë se si t'i drejtojmë objektivat dhe prioritetet tona që qytetarët tanë të jenë të mbrojtur dhe të informuar për asgjëtash me përdorimin e inteligjencës artificiale, duke mos ju ekspozuar rrezikut të mundshëm që keqbërësit në internet t'i përdorin ato dhe pastaj të çojnë deri te linçimet apo edhe tek thjesht vjedhja e identitetit të qytetarëve tanë. Tani, në përgjithësi nëse flasim, çdo mekanizëm digital që ne i përdorim, çdo platformë digjitale, çdo shërbim që ne i kryejmë në internet të hapur, ne i ofrojmë dhënat tona diku. Por ajo çka mundson sot inteligjenca artificiale është që çdo të dhënë personale, ato që ju i përmendët, nëse ne i plasojmë, inteligjenca artificiale ka arritur deri në atë masa me brenda sekondit ose në qindrat të sekondave, ajo të ofron informaton që jo domosdoshmë është sakt, por sa më shumë që ne i publikojmë, aq më shumë është algoritmi i tillë, aq më shpejt, domethënë edhe vije deri te identifikimi jon. Gjithë rreziku më i madh është vjedhja e identitetit. Kur vjedhet identiteti, normalisht që kemi të bëjmë me keqpërdorim direkt të dinjitetit ton. Përdoret emri, përdoret fotografia, përdoren të dhënat tona nga dikush tjetër në emrin ton veprohet ose kërkon shërbime ose dhe kryen vepra penale në emrin ton. Domethënë deri këtu shkon rreziku i vjedhjes së identitetit e pas parasysh që një prej, si më thënë aty në keqpërdorimeve të zakonshme që më ndodhen janë prekja e llogarive bankare që neve edhe na ka ndodhur pa qenë ende në funksion vetë inteligjenca artificiale. Por inteligjenca si mekanizëm e mundson këtë që të bëhet nëse dikur është dashur të punohet me muaj të tërë në grumbullimin e të dhënave tona personale, sot në brenda sekondit inteligjenca artificiale mund t'i grumbullojë dhënat tona. Është më lehtë se në kaluarën. Është edhe më lehtë, por në anën tjetër ato që ne duhet të dimë është se dhënat tona për çdo veprim që ne e bëjmë në internet edhe në çdo përdorim të inteligjencës artificiale mbesin diku. Dhe ne duhet të kemi vetëm kujdes kur i japim ato kujt po ja japim. Dhe këtu e kemi fjalën për kompanitë të cilat operojnë me legitimitet në territorin e Republikës tonë apo gjithku nëpër botë, sepse mundësia dhe keqbërësve kibernetik tani është shumë e madhe dhe mund të na vidhen këto të dhëna edhe me një klikim të vetëm.
Dhe pikërisht në këtë pjesë, kur japim dhënat tona, mbas edhe personale, kur ngarkojmë një fotografi tonë për ta përpunuar ndonjë nga chatbotët e inteligjencës artificiale, kur ngarkojmë një dokument, një CV, ku shkojnë ato dhëna, kush i sheh, kush i ruan, dhe sa ka rrezik që nga ty dikush më pas i keq përdor, kështu siç po tregoni për vepra penale ose që të veproj në emrin Në tonë. fakt janë të gjitha ato kompani që qëndrojnë mbrapa zhvillimit të këtyre algoritmave. Dhe ne ju japim atyre. Ligji i mbrojtjes dhënave ka parapar sakt parimet të cilat duhet të ndiqen në mbrojtjen e të dhënave personale tona. Një prej tyre është legitimiteti, që shumica prej këtyre kompanive dhe e kanë. Ne duhet të dimë cilës kompani po ja ofrojmë. Domethënë nëse përdorim OpenAI, dihet që është OpenAI mbrapa, nëse përdorim Geminin, dihet që është Gemini, domethënë, dhe jo të përdorim platforma të cilat mund ose janë tashmë të zhvilluara dhe janë në treg që janë të vendeve jo mike të Kosovës, domethënë sepse aty pastaj edhe nuk mund të kontrollohen lehtë. Ne si Kosovë, thëmë të drejtën, edhe në këto platformat si OpenAI, nuk është se kemi ndonjë marrëveshje direkte sepse jemi treg i vogël, duhet kuptuar këtë. Por gjithsesi, tashmë Kosova është anëtare e Bordit Evropian të mbrojtjes të dhënave në Evropë dhe ne tashmë kemi marrëdhëniet si Kosovë që nëse të dhënat e qytetarëve tanë shkilen, keq përdorën, atëherë ne kemi adresë ku t'i drejtohemi dhe kujt i drejtohemi dhe normalisht i ndërmarrim masat për parandalimin e këtyre A e shkeljeve. din qytetarët këtë adresë? Qytetarët e din adresën e Agjencisë për Informimin Privacive saj dhe normalisht se sa herë do të kemi raste të tilla, agjencia ka derën hapur dhe punon dhe vepron vetëm për qytetarët edhe në këto raste. Normalisht që na tani jemi në e përmenda ajo rastësisht që kemi bërë vlerësimin dhe do të shohim cila do të jetë mbas këtij vlerësimi, cila do të jetë rruga jonë si Kosovë e vogël, një territor për tregjet e mëdha, po flas për kompanitë e mëdha, që nuk ka shumë përdorues, por atë sa janë i kemi të drejtat tona për të mbrojt, si do të veprojmë tutje në këto përdorimin e këtyre mekanizmave dhe mbrojtjen e të drejtave përmes përdorimit të këtyre mekanizmave. Po flisni edhe për këtë raportin vlerësues dhe për mekanizmat brenda agjencisë, por sa po arrin institucionet e Kosovës, mbas edhe ligjërisht, që të punojmë për të mbrojtur privatësinë dhe dhënat e qytetarëve në një kohë kur e shohim që teknologjia ka një zhvillim të hapshëm, sidomos tash në epokën e AI. Tani, pa u lëshuar shumë në detaje për shkak se politikat e qeverisë janë të ndara në kuptimin nga politikat e agjencisë për sa i përket pavarësisë institucionale tonë, por gjithsesi ajo që dihet tashmë dhe është bërë publike është që është duke bërë një punë e jashtëzakonshme nga Ministria e Digitalizimit aktualisht dhe në paraqitjet e fundit të vetë ministrit është thënë se ka një plan të qartë të veprimit se si duhet të shkojmë drejt këtij digitalizimi, përfshirë edhe ndikimin e inteligjencës artificiale. Por ajo që neve na takon dhe vetëm këtu ndalem unë, brenda kompetencave tona është ndërgjegjësimi i vazhdueshëm i institucioneve, zyrtarëve publik në përdorimin e mekanizmave për mbrojtjen e dhënave personale brenda institucionit ku ata veprojnë. Domethënë ne përveç që kemi trajnuar në vazhdimsi, kemi certifikuar zyrtar publik me certifikata ndërkombëtare, ne në vazhdimsi kemi programin e edukimit, qoftë edhe përmes Institutit për Administratë Publike, që merret me trajnimet në mënyrë që zyrtarët të jenë në hap me inovacionin për sa i përket mbrojtjes së të dhënave personale në përdorimin e cilët do mekanizëm qoftë inteligjencës artificiale apo cili do digitalizim të mundshëm që bëhet. A keni pasja agjenci në një rast kur ndoshta keni trajtu raste qoftë të qytetarëve ose të zyrtarëve që i është cenu privatësia personale, është cenu privatësia e dhënave personale, pikërisht përmes rrjedhjes së informatave nga inteligjenca artificiale. Që përmendet më herët që thatë sot është më lehtë se sa në të kaluarën që të grumbullojnë dhënat. Ne nuk kemi pasur ndonjë ankesë konkrete për shkak të përdorimit të mekanizmit të AI. Por kemi pas raste të rrjedhjes së të dhënave personale nga sistemet të ndryshme, se ta keni parasysh, domethënë çdo mekanizëm që funksionalizohet brenda cili do institucion, qoftë publik ose privat. Domethënë deri sot s'ka pas inteligjencë, deri para 2 viteve, sot e ka të futun edhe inteligjencën artificiale dhe këto janë tani, si më thon, rrjedha e pasojave ose veprimeve të cilat mund edhe të çojnë deri te shkelja e privatësisë së individit. Mirë po, ajo që është me rëndësi është që ne trajtimin e ankesave e bëjmë pa marrë parasysh se a ka pas inteligjencë artificiale, a është përdor inteligjencë artificiale apo jo.
Këtë e bëjmë në bazën e kompetencave dhe autorizimeve që kemi me ligjin e mbrojtjes së të dhënave, ku ligji nuk ka para pa mjete të veçanta për mbrojtjen e të dhënave, në kuptimin jo mbrojtjen, për rrjedhjen e të dhënave personale, po çdo rrjedhje trajtohet në formë të njëjtë. Se e tani, sa kemi një ekspert të mjaftueshëm, po flas edhe brenda institucionit për të trajtuar raste të tilla, kjo është çështja që ne e kemi në plan të punës ton për edukimin, trajnimin, certifikimin e zyrtarëve të agjencisë për t'i monitoru edhe kontrollu ato edhe për t'i inspektu ato, sepse është një fushë e re që normalisht krahas mbikëqyrjes së zbatimit ligjit, ne me patjetër duhet edhe t'i certifikojmë zyrtarët tonë për të mundur ata ta kryejnë punën e vet si duhet. Po, si jemi në këtë drejtim në raport me vendet e tjera të rajonit, Tani sa i nëse përket flasim inspektimit të rasteve ku EA është i përfshirë? Nëse flasim për vendet e rajonit, jemi aty këto, domethënë absolutisht jemi krejt në një linjë, unë mund ta ndaj një informatë sepse tashmë është publike. Meta kur ka bërë testimin e inteligjencës artificiale si mekanizëm në shërbimet e veta, domethënë ka pas mbledhje dhe grumbullim të dhënave të qytetarëve të dy vendeve tona fshinje, e që normalisht është trajtuar në nivel evropian, por që ende, domethënë është duke u trajtuar në fakt dhe nuk kemi një zgjidhje përfundimtare. Kështu që nuk është se jemi mirë asnjë, por ta keni parasysh se në këtë implementim ose zbatim të këtij gigantit të quajtur inteligjenca artificiale, me të vërtetë edhe vendet më të zhvilluara kanë, si më thon, sfida të vazhdueshme, por edhe probleme të vazhdueshme. Kështu që jemi aty këtu. Ajo që është e mirë është që ne politikbërjen jemi duke e përcjell nga niveli evropian në nivelin vendor dhe po shkojmë në hap ose jemi mbrapa të gjitha vendeve evropiane në politikbërjen si regulator për të mbrojtur privatësinë nga përdorimi i inteligjencës artificiale. Por tani se sa punë do duhet, është punë shumë e madhe, do duhet bashkëpunim, pres shumë që institucionet e Kosovës edhe besoj që shpejt do të reagojnë edhe në këtë, sepse veç ka filluar një punë e mirë për të bërë. Kështu që presim edhe rezultatet gjithherë në atë që i kemi kapacitetet tona, pa u ndalë se cilat janë sfidat konkrete, për shkak se sfidat janë pothuajse të ngjashme për gjithë regionin. Cilat janë, kur flasim për botën digjitale, cilat janë gabimet, ndoshta më të shpeshta ose kryesore që i bëjnë qytetarët në botën online, botën digjitale, e që ata mund t'i ekspozojnë para një rreziku të keq përdorimit të dhënave të tyre personale? Tani atë që nuk e përmenda është se ligji i mbrojtjes dhënave e shef profilizimin e individit si një të drejtë të individit që nuk guxoj askush t'ia bëj. Dhe pikërisht inteligjenca artificiale ka mundësuar që në kohë rekorda, brenda ndoshta qindave të sekondave ose në brenda një sekundi të profilizoj, nëse ne si qytetar pyesim ChatGPT-n për gjithçka, ose cilën do platformë, mekanizëm që ne e përdorim. Edhe ky profilizim pastaj çon deri te vjedhja e identitetit, te keqpërdorimi jon si qenie njerëzore që jemi. Deri te ajo që është ardhmja afërt, që veç ne kemi hyrë si glob, si shoqëri globale, e që është robotizmi. Domethënë, ne e kam thënë disa herë, vazhdoj ta them, ne dhe fëmijët tanë shumë shpejt, nëse nuk kujdesemi, do të jemi robotët e së ardhmës. Prandaj, qytetari duhet të ketë kujdes që mekanizmin e cilin do të inteligjencës artificiale, po kryesisht tek ne është ChatGPT, të kenë kujdes të shtuar se çka po postojnë për veten e vet. Çka janë ndoshta ato të ndaluarat për ta mbrojtur veten që nuk duhet t'ja japim asnjë chatboti? Po tani nëse e themi në formën klasike është gjithçka që na lidh neve. Por edhe vetë mënyra se si ne e pyesim për përditshmërinë tonë, kuptimin e punës që e kemi, edhe bëjmë veprimtarinë tonë, veprimet tona që jemi, edhe ato janë informacione. E mos flasim tani në postimin e fotografive apo gjithçka hapet dera frigoriferit, fotografohet frigoriferi dhe pyetet ChatGPT-ja se çka më i bën për drejt me këto çka i kam në frigorifer, domethënë sepse deri aty kanë shku si me thon publikimi i privatësisë tonë, ose gjithçka tjetër që neve na lidh, na identifikon. Por kjo nuk do të thotë se jemi të ndaluar. E kuptoni, sepse mekanizmi i inteligjencës artificiale tashmë është në botën tonë. Na jemi në epokën digjitale dhe në epokën e AI. Por ne duhet të
kujdesemi se për çfarë qëllimi po përdorim këtë mekanizëm. Nuk pyetet ChatGPT për gjithçka. Nuk postohen në ChatGPT të gjitha. Duhet sa më pak informacione rreth vetës, për ndryshe është në jetën tonë, do të përdoret, do të vazhdoj të përdoret, por e rëndësishme është që aktualisht ka një rregullativ të përgjithshme që qytetarët të mbrohen, dhe jo vetëm Kosovë, po flasin edhe në nivel evropian, por normalisht që ka një diskutim të jashtëzakonshëm se edhe vetë rregullativa evropiane është shumë strikte që mund t'i ndaloj kompanitë e mëdha që të operojnë tani në këtë kohë të inteligjencës artificiale dhe ajo që po bëhet në gjithë botën pothuajse, sado që ka dallime në sisteme në përdorimin e saj dhe mbrojtjen e të dhënave, është që nuk mund të funksionojnë rregulatorët pa profesionistët. Profesionistët janë pikërisht kompanitë private që po e zhvillojnë epokën digjitale. Dhe një pyetje fundit, zonja Dërmaku, nëse privatësia e një qytetari cenohet, ju përmendet që është agjencia aty ku duhet drejtohen, por çka duhet bëj ai së pari? Kur sheh që gjithçka e tij personale është marrë nga dikush, po kesh përdoret, është në rrezik, ku të drejtohet edhe a mund ta thoni deri në çfarë niveli mund të vihet drejtësi për ta? E para ne jemi dera, por gjithçka që vetëm dyshohet, e lëmë që ndodh në shkelje të privatësisë së individit, është agjencia për informim dhe shumë e lehtë për të komunikuar për shkak edhe veçfaqes, edhe platformave sociale që i përdorin, po edhe numrit papagesë që e kemi 800-600 vjet, ndërsa se sa do të bëhet drejtësia, edhe një herë po e potencoj që ne kemi arritë që brenda këtyre kapaciteteve që kemi, brenda autorizimeve ligjore që kemi, të vendosim tani më me mbi për 5 vite mbi 1000 raste që kanë ndodhur në shkeljen e privatësisë, pa marrë parasysh përdorimin e cili do mekanizëm, por ajo që neve na duhet dhe ne duhet të mbrohemi është vetja jonë. Pse po e them në këtë mënyrë? Sepse privatësia jonë fillon nga ne dhe ne duhet të dimë, të informohemi vazhdimisht se çka dhe cilat janë rreziqet që na ofrohen në rast se ne publikojmë sa më shumë rreth vetës. Përndryshe adresa është gjithherë tek agjencia dhe agjencia ka komunikimin përmes rrjetizimit të saj me kontrollues të ndryshëm, domethënë që janë normalisht këto kompanitë e mëdha, por ta kemi parasysh se jo let mund të vijemi në kontakt, sepse gjëja e parë që ne i bëjmë është ndërmarrjen e masave të sigurisë që e udhëzojmë qytetarin se si duhet të veproj, për shkak asaj që përmenda në fillim, komunikimi drejt për drejt do të merr kohë, edhe është jo let i qasshëm për faktin që jemi treg i vogël për gjigantët e mëdhenj. Faleminderit shumë për kohën dhe bisedën, zonja Sugejva Dërmaku. Faleminderit juve. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte ky podcasti i kësaj jave 5 pyetje. Mirëmbëjtje.